pasi e renditën veten në lista të mbyllura për të shkuar në parlament pa garë sipas modelit politikës së vjetër, ku punojnë disa për disa, tashmë të kompleksuar totalisht nga vendimi ynë për të hyrë në garë me lista të hapura e për të renditur të gjithë ne veten në garë në lista të hapura, ka nisur baltën e guret për të na thënë e për të na nxjerrë para popullit si njerëzit që po bëkan mëkat të madh se po garojnë me lista të hapura. Të dashur miq, ne këto 2 vite kemi luftuar që nga mbledhja 21 firmave, shkrimi projekt ligjit e deri në gjykatë kushtetuese për të japur ligjin për listat, e për këtë do të luftojmë deri në fund, e ndaj jemi në këtë garë për të shkuar në parlament me lista të hapura, o shkojmë me garë o kur mos shkofshim. Mos u manipuloni, merreni baltën dhe guret e tyre, e me baltën e tyre të krijojmë humusin e nevojshëm për të arritur këtë pemë të re të ndryshimit të adheut, e me guret e tyre të ndërtojmë urën për t'i dhënë fund tranzicionit shqiptar, e përmes votave nesër në parlament të mund të detyrojmë këtë sistem të keq të transformohet e të hap garën që më të mirët të na udhëheqin në çdo fushë të jetës. Ju përshëndes.